bëjmë gjëra të tjera që e kërkojmë për ta larguar nga politika. Unë jam e bindur që rrëmbimi i Ilir Metës është bërë me urdhër të një gruaje që ka pasur inat personal me Ilir Metën, që sot është askushi Juri Kim, e cila i premtoi, po themi, parajsën mbi tokë institucionit të drejtësisë. Nga ana tjetër edhe Edi Ramës i dha një mundësi për treguar që hakmarrjen e tij personale e kryen në mënyrë perfekte me institucionin e drejtësisë. Kështu që kjo është një gjë që për mua sistemi i drejtësisë mund të jetë i shumëpritur dhe i kërkuar, siç e kërkojnë që të gjithë, por nga ana tjetër mos harroni që thash, ne nuk kemi kërkuar një sistem drejtësie që të burgosim 300 veta apo 3000 veta, por kemi kërkuar drejtësi për shqiptarët. Unë nuk mendoj që sot shqiptarët gjejnë drejtësi më kollaj se ç'kan pas gjetur më përpara. Zona Kryemalli, pas më shumë se 25 vitesh martesë, tashmë jeni divorcuar, si është një fillim i ri për ju? Sigurisht që ajo që s'të vret të bën më të fortë, e para, e dyta, duhet të lëshosh çdo gjë që për të fituar gjithçka duhet të lëshosh gjithçka. Kështu që sigurisht që ti duke lëshuar çdo gjë nga e kaluara mund të fillosh diçka të re. Sigurisht që angazhimi im është në funksion me fëmijët, nuk është në funksion të shumë gjërave të tjera, por që mendoj që është një erë e re, po themi, një organizim i ri për mua, për jetën time, për familjen time dhe për shumë gjëra tjera. Filmin e përfunduar? Filmin? Jo, akoma nuk e kam përfunduar, se më hyri kjo fushata e pa parashikuar, por nesër kemi lënë jo xhirime, takim, prova, por sigurisht bashkangjitëm bashkë edhe me kërkesën për vota për stafin e filmit, kështu që faleminderit, kalofshi mirë.